Duke filluar nga dita e sotme 26 qershor dhe deri më 13 gusht, subjektet politike mund të paraqesin aplikimin e tyre për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen më 12 tetor të këtij viti. Gjithashtu, subjektet politike, pra partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatët e pavarur, gjatë kësaj periudhe 49 ditore, duhet të dorëzojnë edhe listën me emrat e kandidatëve të cilët do të garojnë në zgjedhje lokale për kryetar komunash apo për kuvende komunale. Është krejtësisht në vullnetin e subjekteve politike që të përcaktohet se në cilat komuna duan të garojnë dhe gjithashtu është në vullnetin e tyre që të zgjedhin nëse në një komunë të caktuar do të garojnë në zgjedhje për kryetar komune, për kuvende komunale apo për të dyja së bashku.